Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha sot se vendi i tij nuk do ta njeh kurrë pavarësinë e Kosovës. Ai bëri këto komente në përfundim të vizitës së tij në Kosovë me rastin e Krishtlindjeve ortodokse, vizitë e cila ishte bërë edhe me pëlqimin e qeverisë së Kosovës, por me kushtin që ajo të mos shfrytëzojë për deklarime politike. Vizita e tij në Kosovë u prit me protesta të lëvizjes vetëvendosje dhe një grup i organizatash jo qeveritare, të cilat e cilësuan të papranueshme që në Kosovë të qëndrojë njeriu që kundërshton ashpër pavarësinë e Kosovës. Duke folur sot në manastirin mesjetar të Deçanit, ai përsëriti qëndrimin kundërshtues i pyetur nëse Serbia do të njeh ndonjëherë Kosovën. You know what is my answer, never. And that's a very short and clear answer. Ju e dini përgjigjen time. Kurrë. Ajo është e shkurtër dhe e qartë, tha presidenti serb, autokolona të cilin mbrëm u qellua me gur nga qindra protestues në Deçan. Ai tha se në këtë vizitë dëshiron të dërgojë mesazhe paqeje për të gjithë në Kosovë. I Srbi i Albanci, predstavnici međunarodne zajednice, da razumemo što je naše poslanje i što je naša uloga. Edhe serbët, shqiptarët dhe përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare duhet të kuptojnë çfarë është ekzistenca jonë dhe çfarë është roli ynë. E ai është që të kuptojmë njëri tjetrin, të mbështesim njëri tjetrin, të mundsojmë një jetë të sigurt për fëmijët që vijnë pas nesh pavarësisht përkatësisë kombëtare apo fetare, tha presidenti serb, duke nënvizuar se vetëm mesazhet e paqes kanë kuptim në Krishtlindje. Vizita e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë ndodh në një periudhë kur serbët në verun e Kosovës kanë vendosur që të organizojnë një referendum me të cilin qytetarët serb në atë zonë do të deklarohen nëse duan apo jo të pranojnë institucionet e Kosovës. Kjo nismë që sipas autoriteteve në Prishtinë nuk ka rrjedhoja pozitive për serbët në veri përveç vazhdimësisë së tensioneve, është kundërshtuar edhe nga pushteti aktual në Serbi, i cili e ka akuzuar opozitën serbe për veprimet e saj që pengojnë rrugën evropiane të Serbisë. Serbia dështoi të marrë muajin e kaluar statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian për shkak të zhvillimeve në veriun e Kosovës. Bashkimi Evropian i ka vënë sikush Serbisë përmirësimin e marrëdhënieve me Kosovën, që në radhë të parë nënkupton shtendosin e gjendjes në verun e Kosovës, ku veprojnë strukturat e mbështetura nga Beogradi. Por presidenti serb gjatë qëndrimit në Kosovë ka refuzuar çdo mundësi të menjanimit të strukturave të tilla që nuk njihen nga Prishtina. Sipas tij, largimi i tyre do të nënkuptonte në afat më të gjatë shpërngulje të serbëve nga Kosova. Prishtina i ka akuzuar këto struktura dhe Beogradin për situatën në verun e banuar me shumicë serbe, ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheho, Prishtinë.